Në kase shqiptaria nuk është religjon, klerikët islamik rrokullisen në religionin turko-bedoen të Sultan Mahmutit e nuk gjejnë qetësi në vendin tonë shqiptarin. E paqetësinë e tyre e shprehin në reagimin humbës të tyre kur thonë se shqiptaria nuk është fe. Kur shqiptarët kombëtar u thonë natyrshëm atyre, feja e shqiptarit është shqiptaria. Dhe reagimi humbës i tyre shkon në pohimet si për shembull Gjermania nuk është fe, apo Italia nuk është fe, e të tjera. Ata nuk duan ta dëgjojnë se kombëtarët gjerman apo italian shtetet e tyre mund t'i konsiderojnë shtëpi ligjësi. Ata nuk duan të dëgjojnë nga gjermanët apo italianët të thonë në gjuhët e tyre që shtëpia ligjësia e gjermanit është Gjermania apo shtëpia ligjësia e italianit është Italia. Pra natyrshëm, për ne shqiptarët kombëtar, feja e shqiptarit është shqiptaria. Dhe e dëshmuar, mbrojtësi më i madh i shqiptarisë mbetet kryeheroi i kombit shqiptar, Gjergj Kastrioti.